Ka kaluar plot një vit që kur qeveria e re mori timonin, një vit pas premtimeve, pritjeve dhe sfidave, qytetarët tregojnë të mirat, por edhe zhgënjime që kanë parë në këtë 12 mujor qeverisës. Po, ka mund punohet pak ma mirë, po gjithsesi nuk është ajo që pritej. Meqense se ajo euforia e madhe se do ketë ndryshimet mëdha, do bëhen punë të mëdha, nuk ndodhi ajo çka pritej. Çka keni pritë dhe çka nuk? Pritet është ndryshime më të mëdha, mënyra e qeverisjes, stili, përfaqësimi i shqiptarëve nëpër institucione, po nuk. Zëmene e dorë, prezidenti, kashjeve, na dobrizme. Нищо, сите влади претходно и за сите партии катастрофа за овие 30 години. Нищо, все по-лошо, що да мислам. За една година владење алал да му е. До сега алал да му е. Ако терат бака, добро. Ако не терат, то е друго. Pa nemam komentar. Qeveria e VMRO-DPMN vlen Znam u konstitua më 23 qershor 2024, pasi në zgjedhjet e 8 majit DPMN doli forcë e parë me 58 mandate. Koalicioni vlen fitoi 14, ndërsa Lëvizja Znam 6 vende në kuvent.